Horoskopi 18 shkurt. 18 shkurti vjen me një energji të veçantë kozmike. Lëvizjet e hëna dhe ndikimi i afërdita krijojnë një kombinim emocionesh të thella, vendimesh të papritura dhe mundësish të arta. Disa shenja do të përjetojnë kthesa të forta në dashuri, ndërsa të tjera do të marrin lajme financiare që mund të ndryshojnë drejtimin e tyre. A jeni gati të zbuloni nëse universi ka një surprizë për ju sot? Dashi sot ndihet i papërmbajtshëm. Energjia juaj është në kulm dhe askush nuk mund t'ju ndalë kur keni vendosur diçka në mendje. Megjithatë, kujdes me impulsivitetin, një fjalë e thënë pa menduar mund të krijojë tension në marrëdhënie. Dashuria. Nëse jeni në lidhje, partneri mund të kërkojë më shumë vëmendje. Beqarët mund të përballen me një takim të papritur që do t'ua trazojë zemrën. Financat. Një ofertë re pune ose një ide biznesi mund të shfaqet papritur. Mos e refuzoni menjëherë, analizojeni me qetësi. Këshilla e ditës. Mos u nxitoni të merrni vendime të mëdha pas një emocioni të fortë. Demi sot ka nevojë për stabilitet. Mund të ndiheni pak të lodhur emocionalisht, por kjo është vetëm një fazë kalimtare. Energjia e ditës ju shtyn të rishikoni prioritetet. Dashuria. Një bisedë e sinqertë do të zgjidhë një keqkuptim të vjetër. Mos e shtyni më. Karriera. Ka gjasa të merrni një përgjegjësi të re, që në fillim do t'ju duket e vështirë, por do të rezultojë shumë e dobishme. Shëndeti. Kujdes me ushimin dhe pushimin, trupi juaj kërkon ekuilibër. Këshilla e ditës. Mos u friksoni nga ndryshimi. Ai po vjen për t'ju forcuar. Binjak. Binjakët sot janë në qendër të vëmendjes. Komunikimi është arma juaj më e fortë dhe mund të arrini marrëveshje të rëndësishme. Dashuria. Një mesazh i papritur nga e kaluara mund të rikthejë emocione që mendonit se kishin mbaruar. Financat. Një bashkëpunim i ri sjell përfitime. Mos kini frikë të negocioni. Këshilla e ditës. Flisni qartë dhe mos lini hapësirë për keqkuptime. Gaforja ndjen sot një thellim emocional. Intuita juaj është shumë e fortë dhe duhet ta dëgjoni. Dashuria. Një moment romantik do t'ju bëjë të kuptoni sa e rëndësishme është stabiliteti emocional. Familja. Një lajm nga një i afërm mund t'ju gëzojë. Këshilla e ditës. Mos e mbani brenda atë që ndjeni, shprehuni. Luani sot shkëlqen. Energjia e dielli ju favorizon dhe ju vendos në qendër të vëmendjes. Karriera. Mund të merrni një vlerësim publik për punën tuaj. Dashuria. Pasioni rritet, por shmangni dramat e panevojshme. Këshilla e ditës. Përdorni fuqinë tuaj për të frymëzuar, jo për të dominuar. Virgjëresha. Virgjëresha sot përqendrohet në detaje. Një projekt i lënë pezull kërkon vëmendjen tuaj. Financat. Shmangni shpenzimet impulsive. Dashuria. Një surprizë e vogël do t'ju ngrohë zemrën. Këshilla e ditës. Perfeksionizmi është forcë, por mos e teproni. Energjia e 18 shkurtit bëhet edhe më intensive në orët e pasdites. Lëvizjet e Mërkuri ndikojnë fuqishëm në komunikim, ndërsa tensionet e vogla mes Hëna dhe Marsi mund të krijojnë situata të papritura. Disa shenja do të përballen me vendime të forta. Të tjera do të përjetojnë momente fatlume që nuk duhen humbur. A jeni një nga shenjat me fat sot? Peshorja. Peshorja sot ndodhet përballë një zgjedhjeje të rëndësishme. Mund të jetë në dashuri ose në karrierë, por vendimi që merrni sot do të ketë ndikim afatgjat. Dashuria. Nëse jeni në një marrëdhënie të paqartë, sot do të kërkoni përgjigje. Beqarët mund të njohin dikë me energji shumë tërheqëse. Karriera. Një bashkëpunim i ri mund të hapë dyer të rëndësishme. Këshilla e ditës. Mos u përpiqni të kënaqni të gjithë, dëgjoni zemrën tuaj. Akrepi. Akrepi sot ka intuitë të jashtëzakonshme. Një sekret mund të zbulohet, ose ju mund të kuptoni të vërtetën pas një situate që ju ka shqetësuar. Dashuria. Pasioni është i fortë, por kujdes me xhelozin. Financat. Një çështje e vjetër financiare mund të zgjidhet papritur. Këshilla e ditës. Mos reagoni menjëherë, analizoni situatën me qetësi. Shigjetari. Shigjetari sot ndihet i etur për ndryshim. Mund të planifikoni një udhëtim ose të mendoni për një hap të ri profesional. Dashuria. Një aventurë romantike është shumë e mundshme. Karriera. Një ide kreative mund të sjellë fitime në të ardhmen. Këshilla e ditës. Mos kini frikë të dilni nga zona e rehatisë. Bricjapi. Bricjapi sot përqendrohet tek ambiciet. Mund të merrni një lajm që lidhet me avancim ose një projekt të ri. Financat.
Ditë e favorshme për vendime të rëndësishme ekonomike. Dashuria. Partneri kërkon më shumë kohë dhe përkushtim. Këshilla e ditës. Disiplina juaj është arma juaj më e fortë. Ujori. Ujori sot është në qendër të energjisë së ndryshimit. Mund të ndjeni një dëshirë të fortë për të filluar diçka të re. Dashuria. Një njohje online ose përmes miqve mund të rezultojë shumë interesante. Karriera. Idetë tuaja inovative vlerësohen më shumë se zakonisht. Këshilla e ditës. Besoni tek vizioni juaj. Peshi. Peshit sot janë ndër shenjat më të favorizuara. Një surprizë e bukur në dashuri ose një lajm financiar mund t'ju bëjë të buzëqeshni. Dashuria. Emocionet janë të thella dhe romantike. Financat. Mundësi për një përfitim të papritur. Këshilla e ditës. Ndiqni intuitën, ajo sot nuk gabon. Energjia e 18 shkurtit arrin kulmin në mbrëmje. Ndikimi i Jupiteri sjell zgjerim dhe fat, ndërsa prania e fortë e Saturni kërkon përgjegjësi dhe vendime të mençura. Kombinimi i tyre krijon një ditë ku disa shenja do të shpërblehen për durimin, ndërsa të tjerat do të testohen për karakterin. Sot nuk është një ditë e zakonshme, është një ditë zbulimesh. Shenja që merr lajmin më të madh financiar. Britsjapi është në krye të listës së fatit ekonomik. Një projekt i vjetër, një pagesë e pritur ose një ofertë pune mund të materializohet papritur. Nëse keni investuar kohë dhe përpjekje, sot universi jep shenjën e shpërblimit. Orari më i favorshëm: 16, 00, 18, 30. Shenja që përjeton momentin më romantik. Peshit dhe luani kanë energjinë më të fortë në dashuri. Një deklaratë e papritur, një mesazh i sinqert ose një takim që ndez pasionin mund të ndodhë në mbrëmje. Orari më i favorshëm: 19, 00, 22, 00. Shenja që duhet të ketë kujdes nga një tradhti ose keqkuptim. Akrepi duhet të jetë vigjilent. Jo çdo buzëqeshje është e sinqert. Mos ndani plane të rëndësishme me këdo sot. Mbani informacionin për vete, derisa të jeni të sigurt. Orari më delikat: 12, 00, 14, 00. Momenti më me fat i ditës për çdo shenjë. Dashi 10, 30. Demi 15, 15. Binjakët 11, 45. Gaforia 20, 10. Luani 21, 00. Virgjëresha 09, 20. Peshorja 17, 40. Akrepi 13, 30. Shigjetari 18, 15. Britsjapi 16, 50. Ujori 14, 45. Peshit 19, 30. Mesazhi sekret i universit për 18 shkurt. Sot është dita për të marrë një vendim që e keni shtyrë prej kohësh. Energjia e Plutoni i shtyn transformimin. Nëse ndjeni se diçka në jetën tuaj nuk po ju shërben më sot, është momenti për ta lënë pas. Mos harroni, fati nuk vjen gjithmonë si një dhuratë e madhe. Ndonjëherë vjen si një ide, një telefonat ose një takim i rastësishëm. 18 shkurti është një ditë që mund të shënojë fillimin e një kapitulli të ri.